Pra, qytetërimi islam nuk ka frymë përjashtuese. As frymë mbi vendosje. Domethënë që këta do të jenë të këta do të jenë të nënshtruar dhe ne do të jemi ata që si më thënë do t'i përdorim ose do t'i nënshtrojmë të gjithë. Mendoj që qytetërimi islam kuptohet dhe kjo vjen dhe sepse bazamenti dhe themeli është Kurani. Pikërisht pra, se kjo është filozofia. Dhe aty nuk ka domethënë përjashtim, por ka një respektim të arritjeve dhe të trashëgimisë së qytetërimeve të tjera dhe të komuniteteve të tjera, qofshin këto fetare apo racore. Pra nuk është se përbën dallim kjo pjesë. Dhe organizimi i çdo komuniteti është ruajtur dhe është respektuar me rregullat përkatëse të atij komuniteti. Drejt. Pra nëse ka pas një komunitet hebraik, ai ka funksionuar mbi bazën e rregullave të veta. Për çështjet e tyre janë gjykuar bazë të librit të tyre. Brenda komunitetit të tyre ata janë gjykuar me traditën e vet. Po kështu dhe me gjithë me të krishterët apo edhe me grupe qofshin këta dhe idhujtarësh për shembull.